vlezër, mirë se ju gjeta të gjithve dhe jo rastisht jemi mbledhur sot bashk me ju, pikrisht me 24 maj në ditën e presidentit, Rugova. Pikrisht në këtë ditë, jemi të gjithë bashk, e mbi të gjitha jemi ballhapur para jush, për të thënë të gjithë një zëri, se rrugovizmi nuk përkullet, se rrugovizmi kur nuk shitet, se rrugovizmi kur nuk dorëzohet, rrugovizmi kur nuk nënshtrohet, kur nuk friksohet dhe nuk do të friksohet as nënshtrohet kur. Faleminderit shumë. Dua t'ju them se zemra ime sot është plot sepse nuk ka vend ku ndihem ma afër shpirtit të Kosovës se sa në mesin e mërgjimtarëve tanë këtu, në mesin tuaj. Por ekziston edhe një arsye tjetër pse zemra ime është plot sot. Sepse sot nuk po rikthehem këtu vetë, por po rikthehem bashk me familjen time, bashk me shtëpinë time politike, bashk me familjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pikrisht para një viti isha këtu në mesin tuaj për vizitën historike shtetërore në Zvicër, e tash po rikthehemi jo vetëm për t'ju falenderuar, por për t'ju thënë diçka që duhet ta dëgjoj secili shqiptar. Kosova ecën përpara sepse ju nuk u ndalët kurrë. Nuk do të harroj kur pritjen që me keni bërë këtu në Zvicër, edhe në Bundesplatsin e Bernit, edhe në Gjenevë dhe në çdo cep tjetër të Zvicrës. Nuk do t'i harroj kur fytyrat tuaja, lotët në sytë tuaj, flamujt që i mbanit lartë, sidomos flamujt Dardan që i kishit secili prej jush me vete. Nuk do t'i harrojmë kur që i kishit edhe fëmijët tuaj me vete, zërin tuaj, sepse ajo ditë përveç se ishte një pritje për një president Kosovës, ishte edhe historia e një populli. Historia e një populli që më në fund po shihej drejt e në sy nga bota dhe më në fund po i dëgjohej zëri. Dhe kush e bëri të mundur atë histori? E bët ju, vetëm ju. Atë histori e bët se cili prej jush, ju që erdhët këtu në Zvicër me valigje të vogla, por me zemër të madhe, ju që punuat ditë e natë, që e sakrifikuat rinin tuaj, që kursyet frang pas frangu për Kosovën dhe lirinë e saj, që mbajtët familjet gjallë, që finansuat shkollat shqipe e luftën tonë për liri, që nuk lejuat kur nuk lejuat që të vdes emri i Kosovës e as emri Ibrahim Rugovës.
këtë. Dhe mos lejoni që askush ndonjëherë t'ju thotë ndryshe, ju jeni vetë themeli i Kosovës. Ju jeni ata që i vendosët themelet e shtetit tonë. Sepse kur Kosova nuk kishte ushtri, ju ishit mburoja më e fuqishme e saj. E kur Kosova akoma nuk ishte shtet, ishit pikrisht ju që u bët zëri i saj. Kur Kosova nuk kishte mjaftueshëm aleat, ju trokitët në dyert e botës për të. Dhe sot kur Kosova është shtet, e ka flamur, e ka kushtetut, e ka liri, ajo ende ka nevoj për ju. Sepse beteja jone përbashkët nuk ka mbaruar ende. Sot nuk luftojmë më për ekzistencë, por sot luftojmë për drejtim, për drejtimin e shtetit tonë, për karakterin e shtetit tonë, për shpirtin e Republikës tonë. Dhe Kosova sot është shtet pikrisht për shkak se ju e keni mbajtur gjallë kur bota ende nuk e kishte vendosur shtetin tonë në hartë. Ndërsa sot jeni pikrisht ju, forca që do t'a çojë Kosovën drejt fitoreve të reja. Të dashur rrugovist, nuk ishte rastësi që e zgjodhëm Zvicrën për këtë takim, sepse këtu nuk jeton thjesht një pjesë e mërgatës sonë, por një pjesë e rëndësishme e historisë sonë. Një histori e shkruar me durim, me besim dhe me qetësinë e madhe që vetëm popujt që kanë vuajtur din ta mbajnë misupe. Në këtë tokë zvicrane, dikur ecte burri më i madh që ka njohur shqiptaria, ecte presidenti historik Ibrahim Rugova me shallin e tij unik. Ecte me shallin e tij unik, me fjalët e matura, por me një vizion që shihte më largë se sa vetë koha. A i kuptoj diçka që as një lider tjetër nga Ballkani se kishte kuptuar, se një këmbë nuk bëhet i madh nga përçarjet, ndarjet dhe nga krizat, por bëhet i madh kur bashkohet dhe kur e fiton respektin e botës e kur ke edhe mish për krah. Ka pasur shumë lider politik, por lidhja që presidenti Ibrahim Rugova krijoi me mëkatën shqiptare ishte krejt diçka tjetër. Ishte një lidhje zemrash. Ai nuk i shihte mërgjimtarët si vota apo numra. I shihte si pjesën më të dhimbshme, por edhe më të fuqishme të kombit tonë. Dhe mërgata gjithmonë e ndjeu këtë. Prandaj edhe e deshi Rugovën si askënd tjetër dhe për jetë do ta doj Rugovën si askënd tjetër. E mërgjimtarët nuk ishin thjesht mbështetës të Rugovës, por ushtarët më besnik të filozofisë së tij. Ata e shpërndan zërin e Kosovës në përbot, ju organizua tubime, protesta, trokitët në dyert e institucioneve, parlamenteve, evropiane e kancelarive më të fuqishme të botës. Ju e mbrojtët të vërtetën tonë kohët më të rëndat historisë sonë. Dhe në secilin veprim tuajin, jetonte fryma rugoviste, fryma e lirisë, pavarësisë dhe demokracisë. Dhe le ta themi sot me krenari, po mos të ishte mërgata rugoviane, historia Kosovës kur nuk do të ishte ajo që është sot. Historia jonë nuk do të ndërtohej kur pa mërgatën rugoviane. Sepse kur Kosova kishte nevoj për një zë në botë, kur kishte nevoj për krahun e saj më të fortë, për mbështetjen më të madhe, aty ishte mërgata, aty ishit ju. Dhe ishte pikrisht presidenti Rugova që ja hapi Kosovës dyert e perëndimit. As njëherë me urrejtje, por me mençuri. As njëherë me propagandë, por duke ndërtuar besim,
me dinjitet shtetëror e kur me arrogancë. Por, ndoshta historia më e bukur e Rugovës në Zvicër nuk janë as takimet zyrtare e as fotografit e shumta me diplomat, as ndonjë sallë impozante në Gjenev apo në Zyrich. Në fakt, është një pamje shumë e thjeshtë e një burri të qetë nga Kosova, duke hyrë në banesat e vogla të mërgjimtarëve shqiptar gjatë viteve të 90-ta. E pikrisht në ato banesa, ku era e kafës edhe e qajit përzihej me mallin për atë dheun, ku televizorët rinin ndezur deri natën vonë, vetëm për ta dëgjuar një lajm nga Kosova, ku fëmijët rriteshin mes dy gjuhëve, por me një zemër të vetme, zemrën shqiptare. Rugova nuk shkonte aty si lider që kërkon lavdin, por si një burr shtetas që kërkonte besim, dhe ju ja dhat atë besim për të cilin edhe sot kemi nevojë më shumë se kur më parë. E ashtu si që mbajtët gjallë Kosovën, kur ajo nuk ekzistonte në hartat politike të botës, po ashtu jam e bindur se me 7 qershor ju do të votoni për ta mbajtur Kosovën në pjedestalin e merituar të demokracive të forta, e ju e dini shumë mirë që është veç një shtëpi politike që e ka dërguar Kosovën këtë pjedestal dhe mund ta ndajë aty, e kjo shtëpi është Lidhja Demokratike e Kosovës. Sepse ju e dini më mirë se çdo kush tjetër, se Kosova nuk u bë shtet vetëm në Prishtinë, e vetëm në Mitrovic, e vetëm në Gjakov, në Drenica, në Gjilan, apo në Rugov, por Kosova u bë shtet edhe në Zvicër, edhe në Gjermani, edhe në Amerikë, deri në Australi. Kudo që ka rrahur zemra e shqiptarit, në çdo shtëpi që kur nuk u harrua emri i Kosovës. Prandaj të dashur motra e vëllezër, në kohët tona më të vështira, kur populli ynë përballej me dhunë, me dëbim e me padrejtësi, ju u shndruat në zërin më të fuqishëm të Kosovës në botë. Ju i mbushët sheshet e Zvicrës, me flamujt Kuqezi, me flamujt Dardan, në thirrjen për liri, pavarësi dhe demokraci, dhe me besimin e palëkundur se Kosova do të bëhet shtet, dhe ashtu ndodhi. E sot Kosova jonë, e lirë, e pavarur dhe sovrane, nuk është një realitet që lindi nga hiqi, por ndodhi sepse populli ju nuk u dorëzua kurrë. E mbi të gjitha, sepse ju që jeni këtu, e nënat e baballarët tuaj, motrat e vëllezërit tuaj, nuk u dorëzuan kurrë. Sepse pa ju, pa veprimtarët, pa punëtorët e ndërtimit, pa studentët, pa familjet shqiptare që kursyen gjithçka për të mbajtur familjet e tyre në Kosovë, pa ruajtjen e gjuhës dhe identitetit ton kombëtar, pa djemtë e vajzat e mërgatës që u kthyen në Kosovë dhe e kapën pushkën e lirisë për të luftuar për vendin ton e për të sakrifikuar për vendin ton, Kosova kur nuk do të ishte shtet. E prandaj për hir të kësaj sakrifice, ju bëj thirrje, mos i përkrahni ata që dojnë me një llos edhe Rugovën edhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Shumë të dashur mërgjimtar, sot fal këtij vizioni rugovist, martirëve e dëshmorëve të UÇK-s dhe ndihmës së aleatëve, ne e kemi shtetin, e kemi flamurin, e kemi zërin, mes një Kosove e cila ec krah për krah me aleatët e saj
dhe një Kosovë që rrezikon të mbetet e përqar brenda. Unë e di shumë mirë se cilën rrugë do ta zgjedhin rrugobistët. Do ta zgjedhin Kosovën e bashkuar mes popullit të saj dhe Kosovën me aleat. Por sikur se shtetet, ashtu edhe njerëzit, nga njëherë mund ta humbin drejtimin kur e humbin busullën. Dhe sot, Kosova është përsëri në një udhkryq. Jo më mes luftës dhe paqes, por mes ngritjes në njërin anë dhe stagnimit në anën tjetër. Mes bashkimit në njërin anë dhe përqarjes në anën tjetër. Mes një Kosove që ka miq brenda e jashtë dhe një Kosove që rrezikon të mbetet e izoluar. Prandaj sot jemi mbledhur jo thjesht si një parti, por si një këmbë që do ta mbrojë shpirtin rrugovian të Kosovës. Sepse kur zgjohet zemra rrugoviane, zgjohet e gjithë Kosova bashkë me mërgatën. Që është para nesh shumë e thjeshtë. A do ta lëm Kosovën të lodhet nga përqarja dhe nga krizat e njëpasnjëshme, siç po dojnë të tjerët? Apo do ta ruajmë frymën e shtetit, frymën e Rrugovës që e betonoi përjetësisht në themelet e lidhjes demokratike të Kosovës? Prandaj, LDK-ja, si që tha edhe kandidati ynë për kryeministër dhe kryeministri ynë i ardhshëm dhe kryeministri që do ta zhvilloj Kosovën më në fund, Lumir Abdigjiku, LDK-ja nuk është thjesht një parti. LDK-ja është vetë ideja se Kosova është një shtëpi për të gjithë dhe se pushteti nuk është pronë personale një njeriu, por është përgjegjësi publike, se aleatët nuk duhet të fyhen, por duhet të respektohen, se shteti nuk mbahet me propagandë, por mbahet me dije, mbahet me punë dhe me njerëz të cilët i sharbejnë atë dheut. Ju e dini shumë mirë, sepse na keni provuar secilin. Ju e dini që ne nuk jemi turma e zhurmës. Ne jemi rruga e vizionit dhe e shtetit të dinjitetit. Pra kjo do t'jetë betejë 7 qershorit. Me atë datë, Kosova vërtet ndodhet mes dy rrugëve. Mes një Kosove që ndërton e zhvillohet dhe një Kosove që rrënon për ditë. Mes një Kosove që i bashkon njerëzit dhe një Kosove që i përqan ata. Mes një Kosove që i respekton aleatët dhe një Kosove që i quan ata shumë naiv. Sepse mund ta dua shtetin tënd fort, pa e izoluar atë. Mund të jesh krenar, pa u bërë mos mirënjohës. Mund ta mbrosh sovranitetin, krah për krah me aleatët strategjik. Dhe kjo është rruga jonë, kjo është rruga rrugoviane, kjo është rruga që beson se pushteti është përgjegjësi e asnjëherë nuk është pronë. Se shteti ndërtohet me dije e asësi me propagandë, se politika bëhet vetëm për qytetarët e jo për ego personale. Kosovës nuk i duhet një politikë që ndez urrejtjen, por një politikë që ndez shpresën. Dhe nga ky qytet këtu nga Zvicra, ku shqiptarët ndërtuan jetë me djerse me sakrificë, duhet të nisë sot një mesazh i qartë. Se sa herë që ky popull është vënë përballë një momenti historik, ai ka ditur ta zgjedhë rrugën e duhur. Prandaj le ta zgjedhim atë përsëri. Le ta zgjedhim sërish shtëpinë e vetme të Ibrahim Rrugovës.
lidhjen demokratike të Kosovës. Le ta zgjedhim një Kosovë që respekton mjekun, mësuesin, bujkun, punëtorin e ndërtimit dhe sipërmarrësin njësoj. Një Kosovë që e forcon sovranitetin, por nuk I dje gurat me aleatët. Një Kosovë ku nanat shqiptare nuk sulmohen çdo ditë me fyerje e me linçime të ndyta sa herë që ato e ngrisin zërin. Një Kosovë që nuk jeton me statuse në Facebook, por me fabrika, me investime, me shkolla dhe me vende pune. Një Kosovë në NATO, një Kosovë në Bashkimin Evropian, një Kosovë në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ne e dim se një Kosovë e tillë është e mundur. Prandaj, do ta kemi me mbështetjen tuaj. Një Kosovë me dyert të hapura në Washington, në Bruxelles, në Bern e në gjithë perëndimin, sepse ky është destinacioni ynë historik. Dhe sonte nga Cyrihu le ta themi qartë. Kosova nuk do të dorëzohet përballë përçarjes. Kosova nuk do të lodhet. Kosova nuk do ta humbas rrugën e saj euroatlantike. Dhe nëse dikush pyet a është ende rrugovizmi gjallë, le të vi pikrisht këtu, le ti dëgjoj rrahje të zemrave tuaja, le ti shoh këta flamur, le ti dëgjoj kurrohëritje. Dhe sa I fuqishëm është ai vizion, let viti shoh shqiptarët këtu që jetojnë larg Kosovës, por që kur nuk hoqën dorë nga Kosova. Kosova mbahet e gjallë nga ata që besojnë në të, e ju asnjëherë nuk u dorëzuat së punuari e së besuari për më mirë e për më shumë. Prandaj, me 7 qershor ta zgjedhim Kosovën e dinjitetit. Me 7 qershor ta zgjedhim Kosovën e rrugovës. Me 7 qershor ta zgjedhim Kosovën e zhvillimit, Kosovën e bashkimit e Kosovën e aleatëve. Dhe kur pyetet historia se kush e mbajti Kosovën drejt, përgjigja nuk do t'jetë shumë e gjatë, por do t'jetë një tokë fjalësh I thjesht. Rrugovizmi jeton dhe rrugovizmi fiton dhe nuk ka kush që e ndal apo përkund. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë të gjithëve, Zoti e bekoft popullin e Kosovës, e mërgatën tonë, rënoft Republika e Kosovës dhe vizioni rrugovis për shtetin.